Ulu dhe fol me veten tonë. Gjatë ditës pak qaste ndaj për veten tonë. Gjatë javës pak më tepër. Gjatë muajit, vitit, ndalu. Unë kam besuar në këtë. Unë mendoj që kjo është e mirë. Mi ndërpër me këtë si jam, vallahi jam rapa. Nuk jam si duhet. Mos orë se ta, por zbulejt metat dhe përmirësaj. Si ndodhë kjo? Me vetë llogaritje. Ndërruar shikues, nuk ka mundësi njeriu me e fitu betejën me veten e kur s'ka fol me veten. Kur s'është nal me llogarit veten tonë, kur s'është nal me llogarit. Jetor kanë se njeriu duhet me llogarit veten e tij, ashtu sikur e llogarit ortaku koprac ortakun e tij. Jo që ortakun, po një ortak koprac, si të llogarit. Shumë detaje. Pse kjo? Pse këtë ke blejke mujtë ma lirë? Pse kështu? Në gjithë detaje të llogarit. Edhe ti llogarit e veten tonë në gjithë detaj. Sikur që tha Hasan al-Basri rahimahullah. Besimtari e llogarit veten para veprës, gjatë veprës, edhe pas veprës. Para veprës, pse po do me folë këtë fjallë? Çka është qëllimi yt? A është e vërteta? Mos vallë do me ofendu dikon? Mos do vallë me hap rrugë për gojim? Çka po do me bë? Dhe që kështu llogaritën e tij, edhe me bazën e rezultatit të vetë llogaritjes, pastaj vepron apo nuk vepron, flet apo nuk flet. Gjendja e tij është ndryshe nga ai që fare me këtë punë nuk mirat. Natën llogarit vetën tonë. Sot çka kam bë? Mos e kam ofendu dikon. Çka kam lëndu dikon që të kërku hallalin sapo? E kam bënë punë është apo ka pas mundësi më kon më mirë. Ka pas mundësi më qenë për shembull është më shumë. Ka pas mundësi me qenë për shembull më cilësore, më kualitative, ka pas mundësi. Atëherë nesër pra bëjmë. Llogaritë vetën tënde në punë që ke kryer, e në ato që është dashur me kryer, se ke kryer, pse se ke kryer. Na duhet vetë llogaritja. Duhet mundal me veten tonë. Jo ky vrapim dinamik i pandashëm dunja që kemi harruar veten tonë. Shkoni të ndëruar vëllezër dhe motra, sa bukur Allah në Kur'an ka lidh mes vetë llogaritjes dhe harrimit të vetvetes. Në surën Al-Hashr Allah që ka thënë: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. O që keni besuar, keni frikë Allahun, ruajini nga dërimi i Allahut. Si me po këto Zot? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Shikoj nafsa ka përmend Allah. Çdo kush le të shikon çfarë ka përgatitur për nesër. Ki më dalë për Allah të manduar çka kimi thonë. Ki më dhënë llogari për punët tua, çka kimi thonë. A je i gatshëm? A je e gatshme? Pasi përmendi këtë vetë llogaritje, çka Allahu tha pastaj në ajetin e Yusuf? Wala takunu. Ju duhet të jeni ata që llogaritni vetën e juaj. Ju duhet të jeni ata që janë të zgjuar, ju ata të përgjumur, ju ata që janë në huti. Jo ta qenë të rrëmbyen nga dunjaja, kanë harruar veten qëllimin e krijimit, kanë harruar Allahun te barekuhu teala. Mos u bëni kështu. Ose çka do të thonë nëse ndodh kjo? Wala takunu kalladina nasullaha. Mos u bëni sikur ata që kanë harruar Allahun. Obligimin ndaj Allahut, fa ansahum anfusahum. Allahu ka bërë që ta harrojnë vetveten. E ka harruar vetveten. Për gjithçka i ka rënë mend. I ka rënë mend për shembull për pushimet ku kam i kalu, i ka rënë mend fëmijët që kam i ble, shtëpi që kam ndërtu, çu kam rregullu, çu kam fitu, çu kam shku, çu kam krejt i ka rënë mend. E ti? Dhe ku kemë shku? E ardhmë te ku është? Çka pas vdekjes? Çka i thua Allahu xhallahu ora për jetën tonë? Llogaritja. Nëse epshi nuk do vetë llogaritja. Epshi don, domthon, të vazhdojë tutje në shpenzime enorme për ta kënaqur nefsin. Jo vetëm shpenzime enorme në aspekte material, jo, edhe të kohës. Njerëzit shpenzojnë në mënyrë enorme kohën e tyre për të saktuar. Në fund s'ka kur gjë, vetëm një dëfrim. Shpenzimi enorm i kohës është më i keq se shpenzimi enorm i tepruar i pasurisë. Pasuria dedikon për të kompenzohet, riparohet, por ku shkon? Andaj, ku e ti me kohën tonë? Ku e me kohën tonë? Ku e ti me jetë, me qëllimi? Ku jemi ne? Dohet me llogarit vetën tonë. Pse e thash këtë fjalë? Pse shkova këtu? Jo të bëhet njëri
vezvese, s'po thon vezvese. Jo në kuptim të një lloj frike, mos o keqë çka. Jo. Llogaritë vetëm tonë. Sikur të llogarit parët. Çish llogarit parët? Për shembull, kur shkon në dyqan, sikur që Omeri radiallahu ta'ala anhu tha, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni vetën juaj para se të llogariteni. Ase kena me llogarit për Allah të mënduar.